Më vjen shumë mirë që në këtë paradite herët, me thënë drejtën, ju keni gjetur kohën edhe dëshirën për të qenë këtu së bashku dhe për të na pritur me energjinë tuaj të shëndetshme dhe me entuziazmin tuaj. E kam pamundur që të mos kthehem pak mrapa në kohë, kur unë sa isha bërë kryetar partia, edhe erdha për herë të parë të vizitoj degën e Partisë Socialiste të Kavajës. Kishim lënë një takim tek kinemaja, në mos gaboj, edhe midis rrugës dhe kinemas ishte bërë një mur i madh me burra me dy gishta, që na e bën shumë të vështirë për të hyrë brenda me polici e me historira që sot duken të paimagjinueshme, po ka ndodhur këtu dhe nuk ka ndodhur 100 vjet përpara. Dhe kur hym brenda, ajo salla e kinemas është modeste, është me më pak vende se sa ka këtu. Ishte 3 çereku bosh. 3 çereku bosh, edhe kishte vetëm një grua. Një. Tek. Pastaj ju e dini historinë e zhvillimeve politike në Kavaj, se si ishte e pamundur për një periudhë gjatë për veteranët që të lejoheshin të votonin, se si në Partinë Socialiste prania e grave ishte minimale, gjë që nuk ndodhte vetëm në Kavaj, po ndodhte në shumë zona të Shqipërisë, ndërkohë që ambicia ime, qëllimi ynë ishte të zgjeronim radhët dhe mbi të gjitha të hapnim derën edhe ta bënim të mundur që gratë dhe vajzat të uleshin si të barabarta në hapësirën e Partisë Socialiste. Sepse në atë kohë problemi ishte që dhe ato gra që ishin antare, se kishte antare gra Partia Socialiste padyshim, nuk merrnin pjesë në mbledhjet e organizatave. Nuk merrnin pjesë në mbledhjet e organizatave. Dhe e nisëm me 12% në total gra në Partinë Socialiste, dhe hap pas hapi kemi arritur sot në 40%. Nga rreth 100.000 antarë të regjistruar Partisë Socialiste, kemi diku te 39.000 gra. Por unë besoj që as duhet kënaqemi dhe as duhet ndalemi këtu deri kur në Partinë Socialiste të bëhen 50.000 gra dhe vajza, dhe kur numri tjetë 50 me 50%, por një vajzë ose grua më tepër. Kjo është kaq e rëndësishme, sa që mjafton të shikosh se çfarë fuqie ka marrë Partia Socialiste, mjafton të shikosh se sa shumë punë të mira janë bërë, dhe mjafton të duash të kuptosh se një nga shkaqet kryesore është fakti që kemi shumë më tepër gra dhe vajza në vendimmarrje. Ka filluar një si sekëlldi që shprehet sidomos në ato pasqyrat e Kënetës në mbrëmje, në për ekrane, për ata që kanë fatkeqësinë që vazhdojnë shikojnë televizor
kur dalin këta të tërë në për këto pasqyrat edhe marrin në përgojë gjithë dynjan, që Edi Rama po ofendon burrat. Unë nuk po ofendoj burrat absolutisht. Unë thjesht konstatoj një fakt që gjysma e burrave janë shumë rregull. Ka i gjysmë tjetër që janë çyr. Dhe nga nisem unë për këtë. Nisem nga fakti që ka shumë burra, janë shumë, që ndjehen mirë në knet. Janë shumë burra që ndjehen mirë me atë qasjen e vjetër dhe me atë rrugën e vjetër që dihet ku të çon. Ndërkohë që ne as jemi ndjerë dhe as ndjehemi mirë deri kur ta vendosim plotësisht barazinë gjinore, jo vetëm si numra, por edhe si cilësi e bashkëjetesës sociale në këtë vend. Sepse kemi bërë hapa të konsiderueshëm, por ajo që është e rëndësishme është që çka sot pasqyrohet me shumë domethënie në jetën publike, ku gratë në këshillat bashkiak janë 50%, ku gratë në parlament janë shumë më tepër se që ishin dikur, kur parlamenti dukej si një odë otomane, ku gratë në qeveri janë mbi 50%, ku gratë në sipërmarrje, në drejtimin e sipërmarrjeve kanë arritur në thuajse 30%, që është një shifër fantastike, duhet të shtrihet shumë më thellë në shoqëri për të garantuar çlirimin dhe barazimin mes gjinive në çdo familje. Dhuna ndaj grave ka qenë një fenomen shumë shqetësues. Ka rënje, por rënje të pamjaftueshme. Shpërfillja ose presioni ose trajtimi jo i barabart i vajzave ka rënje, por rënje të pamjaftueshme. Dhe ajo që na takon ne të bëjmë, ajo që i takon të gjitha gravat dhe vajzat që janë të angazhuar në Partinë Socialiste, është që këtë betejë mos e bëjnë vetëm për vete, por ta bëjnë edhe për gravat dhe vajzat e tjera. Dhe më vjen shumë mirë që ne sot kemi krijuar dy shembuj tërësisht të rinj në politikën shqiptare. E para, futëm në parti risin e bashkëdrejtimit të organizatave, një burr ose djalë dhe një grua ose një vajzë. Dhe sot kemi mbi 95% të organizatave që kanë bashkëkryetar. Dhe kjo na ka sjell të mirën e madhe që më shumë gra dhe vajza janë afruar. Nga ana tjetër, kemi sot në skuadrën tonë për Shqipërinë 2030, në skuadrën që është sot në fushë të kësaj gare të 11 majit, 71 gra dhe vajza, por më e bukura është që në listat e mbyllura kemi 52% gra dhe vajza. Edhe këtu nuk ka gjë më të bukur se sa gratë dhe vajzat do luftojnë për burrat që janë kandidatë, sepse përfaqësuesit e tyre i kanë deputetët sot, edhe Elisën, edhe Ilva. Tani, dua t'ju a them juve dhe shpresoj që ju t'ja u thoni të gjithëve, që këtu nga vaj ka ndodhur diçka që është shumë domethënëse për momentin
politikë të Shqipërisë, që është shumë domethënëse për mbajtjen e dy palëve. Ne kemi sjell këtu për këtë zonë 4 deputet, nga cilët 2 e thash janë 2 gra, 2 nëna, 2